Aktori dhe këngëtari i njohur Beskallaku ka qenë i përfolur sidomos kohët e fundit për divorcin e bujshëm me Xhesila Mirtezajin. Nga martesa e tyre ato sollën në jetë 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Së fundmi, Beskallaku ka zbuluar arsyeën se prej disa kohësh ai nuk ka dhënë asnjë intervistë për mediat. Në një deklaratë ai ka treguar se ka frikë nga mënyra se si portalet mund të keq interpretojnë fjalët e tij, duke nxjerrë tituj që nuk përputhen me atë që ai ka thënë të vërtetë. Kam njëllë frikë nga portalet, sepse ndonjëherë nxjerrin tituj që nuk i kam thënë kurrë. Është kjo arsyeja pse nuk jap shpesh intervista. Mendoj se mund të apozohet me to, u shprehu Beskallaku. Artisti ndër të tjerë shtoi se për të është më rëndësishme që publiku ta njohë përmes punës së tij artistike, sesa përmes lajmeve të përpunuara apo të nxjerra nga konteksti. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se Beskallaku po punon fuqishëm për disa projekte muzikore. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.